E jo vetëm që Allahu Azza wa Jall është betuar në këtë 10 ditësh, por dhe i dërguari Allahut i dashuri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dëshmuar për mirësinë e këtij 10 ditëshi dhe ka sqaruar shpërblimin e madh të punëve në këtë periudhë të begat, duke thënë: "Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ashr." Nuk ka ditë në të cilët punët e mira janë më të dashur tek Allahu sesa në këtë 10 ditësh. Domethënë në 10 ditëshin e Dhul-Hijjes, sahabët të habitur i thanë: "Wala al-jihadu fi sabilillah." Al-jihadi në rrugën e Allahut nuk ka këtë shpërblim. Qala wala al-jihadu fi sabilillah. Ka thënë al-jihadi në rrugën e Allahut. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi shay. Përveç atij burri, atij njeriu i cili del me veten dhe pasurinë e tij dhe pastaj nuk kthehet me asgjë. Pra ja kushton veten dhe pasurinë e vet Allahu Tebaraka wa Taala. Ky 10 ditësh, i cili është 10 ditë që më i mirë i vitit, sepse në të bashkohen adhurimet bazë apo bazat e adhurimeve. Në të bashkohet namazi farz, bashkohet sadakaja, agjërimi, haxhi, kurbani dhe shumë e shumë adhurime të tjera.